إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Allahu subhanahu wa ta'ala takon falënderimet, adhurimet, salavatet dhe selamet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnikë, të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Një ditë bashkëshorte e profetit sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha, ju kujtu një kushëri i saj, i cili kishte ndru jetë për para islamit. Mirë po, kishte kënë njeri bamirës, po jo në besimin islam, po në besimin e idhujtarëve të Mekës. Bamirës dhe bujar, aq sa kishte shumë shërbëtor, dhe kur tregohet se kur e ka shtru drekën, i ka nisë shërbëtorët e tij me mbledh vizitor, me mbledh musafir, dhe kush i vinte me një musafir, e liron të shërbëtorin. Tregohet se e ka pas një enë të madhe, ku gatun të ushqimin për miqt dhe nevojtart, aq e madhe ajo enë, sa që kalor si kalon të pranë saj, dhe nuk kishte nevojë më ullë prej kalit dhe merrte ushqimin e tij direkt nga ena. Njeri që e ka rujt lidhen farefisnore, njeri që i ka ndihmu të vobektit, mirë po nuk ka pas besim. E Aisha radiallahu anha e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, o i dërgumi Allahut, Ibn Gjedaan e ka pas emrin ky person. I thot, ato të mira që i ka ba Ibn Gjedaani në kohën para islamit, a mos vallë do t'i bojnë ati dobi? A mos vallë do t'i sjellin ati dobi tek Allahu subhanahu wa ta'ala? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, jo, nuk do t'i bojnë dobi, sepse ai as një ditë në jetën e tij nuk ka thënë, o Zot, ma fal mu gjunahin tem në ditën e gjykimit. Dhe kështu është me të vërtetë. Ky parim që ja tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkëshortes së tij, se besimi është çelësi i shpëtimit, dhe se besimi islam, besimin Allahun subhanahu wa taala, në pejgamberët e tij, pa përjashtim në shpalljet e tij, në ditën e gjykimit, në melek dhe në caktimin e Allahut, ky është çelësi i suksesit të njeriut në këtë botë dhe në botën tjetër. E kush nuk e ka besimin, Allahu subhanahu wa ta'ala për atë të mira që i ban, e furnizon në këtë botë. Mirë po tek Allahu subhanahu wa ta'ala nuk do të ketë shpërblim, përkundrazi do të ketë dënim. E sot do t'i lexojmë disa ajete nga surja El A'raf, ajete në të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala na e tregon historinë e atyre që kanë besu dhe historinë e atyre që nuk kanë besu, të cilët do të bashkëbisedojnë, si kur kanë bashkëbiseduar në këtë dynja, do të bashkëbisedojnë dhe në botën tjetër. E le të lexojmë ajetet e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Araf, ajeti 40. Innal ladhina kafaru bi ayatina, innal ladhina kadhabu bi ayatina, ata që i mohojnë ajetet tona, ata të cilët e mohojnë islamin, wastakbaru anha, dhe u sollën me arrogancë ndaj besimit në Allahun subhanahu wa taala, ndaj besimit në Zotin e tyne, në atë i cili ka kriju, i ka furnizu dhe i ka dhënë çdo të mirë. Qa është puna e tyne? La tufattahu lahum abwabus sama. Thot Allahu subhanahu wa taala, nuk do t'i hapen atyne në asnjë mënyrë dyert e qiellit. Wala yadkhuluna al-janna, dhe nuk do të futen në xhennet, hatta tarija al-jamalu fi sammi al-khiyat, derisa të futet devja në vrimën e gjylpanës. Pra aq sa futet devja në vrimën e gjylpanës, aq ka mundësi me hyrë në xhennet ai i cili nuk ka pas besim. Kështu thot Allahu, i ndëshkojmë
keqbërësit. Për ta do të ketë shtroja të zjarrit dhe mbulesa të zjarrit, kështu i ndëshkojmë ne zullumqarët. E ata që besun dhe bojnë vepra të mira, kalojmë në anën tjetër. Ne, thot Allahu subhanahu wa taala, nuk e ngarkojmë asnjë shpirt për te mundësive të tij. Pra ai i cili ka besim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu, veproni aq sa keni mundësi nga veprat e mira, po mos i lani veprat e mira. La tahkiranna min al-ma'rufi shay'a, mos e nënvlerëso asnjë vepër të mirë. Vazhdon ajeti, ata të cilët Allah besuan, Allahu nuk i ngarkoi asnjë shpirt për te mundësive të tij, do të jenë banorë të xhennetit, ku do të qëndrojnë të përgjithmonë. Wa naza'na ma fi sudurihim, do t'ju alargojmë nga zemrat e tyre çdo ndjenjë të keqe që e kanë pas, do t'i vendosim në xhenete kur rrjedhin lumej, e ata do të thojnë, besimtarët kur të futen në shtëpinë e rahmetit të Allahut subhanahu wa taala, elhamdulillah, falënderimi qoftë Allahut, i cili na udhëzoi në këtë rrugë, dhe ne nuk do të ishim të udhëzuar po të mos na kishte udhëzuar Allahu. Me të vërtet, të dërguarit e Allahut erdhen dhe na e treguan të vërtetën, dhe do të dëgjohet një thirrje nga qielli, ky është xheneti që ju është dhënë ju o besimtarë si shpërblim për atë që keni vepruar. Pas kësaj, fillon ai bashkëbisedimi që folëm, midis banorëve të xhenetit dhe banorëve të zjarrit. Dhe banorët e xhenetit do t'i thrasin banorët e zjarrit dhe do t'i thojnë: ne me të vërtet e gjetëm premtimin që na e dha Zoti jon. E ju a e gjetët atë që Zoti premtoi? Ata do të thonë, banorët e zjarrit do të thonë po. Pastaj një thirrës, wa adhana muadhdhinun, një thirrës do të thras midis xhenetit dhe xhehenemit, dhe do të thotë: ala la'natullahi ala dhalimin, mallkimi i Allahut qoftë mbi keqbërësit, mbi zullumqarët, ata të cilët i largonin njerëzit nga rruga e Allahut dhe përpiqeshin ta shtrembëronin rrugën e Allahut. Ata ishin mohues të botës tjetër. Ajeti 46. Mes tyne do të ketë një perde. Do të vendoset një perde, një vend i lartë midis banorëve të xhenetit dhe xhehenemit, i cili quhet A'raf. Prandaj edhe kjo sure në Kur'an e ka marrë këtë emër, surja A'raf. E në pjesën më të lartë të atij vend, disa komentatorë kanë thënë është si mur, disa kanë thënë është si kodër, në pjesën më të lartë të saj do të jenë disa njerëz, thot Allahu subhanahu wa taala, të cilët i njohin të dy grupet, i njohin edhe banorët e xhenetit, edhe banorët e xhehenemit. I kanë përjetu ngjarjet me ta në këtë botë, dhe do t'i thrasin këto që janë të ky mur, as nuk janë xhenet dhe as nuk janë xhehenem. Do t'i thrasin banorëve të xhenetit dhe do t'ju thojnë: selamun aleikum, paqja Allahut qoftë mbi ju, lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Nuk kanë hyrë hala në xhenet, mirë po kur i shohin banorët e xhenetit duke i përjetu lumturitë që Allahu i ka përgatitur për ta, dëshirojnë shumë që dhe ata me hinë xhennet. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala: wa idha surifat absaruhum, dhe kur sytë e tyne i shkojnë ka banorët e zjarrit. Ata thonë: o Zoti jon, mos na bën me popullin zullumqar, mos na bën të jena në bashkësi me popullin keqbërës. Pastaj këto banorë të Arafit, këto që janë mes xhenetit dhe xhehenemit, do t'i thrasin disa burra të cilët janë në zjarr dhe që njihen nga shenjat e tyne, e do t'i thojnë: qa është puna me ju, as pasuria juaj dhe as krenaria juaj nuk ju bani dobi. Ato ishin që ishin krenar në këtë botë, ishin mendje mëdhaj ndaj besimit në Allahun subhanahu wa taala, ata i thojnë: nuk ju bani dobi ju as pasuria dhe as krenaria që e patët. Këta janë ata të cilët ju betoheshit se Allahu nuk ka me i mëshiru. Pra këta mendje mëdhajt sa ishin këtë botë, duke u tallë me besimtarët, thonin: këta ka me i mëshiru Allahu në asnjë mënyrë. Besimtarët nuk kanë me shpëtu. Kështu ishte mendimi i tyne për muslimant. A janë këta për cilët ju betoheshin se Allahu nuk do të mëshiroj?
u thuhet atyne, u thuhet besimtarve, hyni në xhennet, nuk do të ketë frikë për ju dhe as nuk do të brengoseni. E këtyne banorëve të Arafit, që deri në atë moment kanë prit midis xhennetit dhe xhehenemit, i thuhet, futuni në xhennet me mëshirën e Allahut, as nuk keni me pas frikë dhe as nuk keni me u brengos. Të ndalemi pak të ky ajet. Banorët e Arafit kanë thonë komentatorët e Kuranit, janë ata të cilët veprat e tyre kanë qenë të barabarta, veprat e mira me veprat e këqija. Besimtari i shpëtuar është ai i cili me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala futet në xhennet. E jo besimtari e pam ai i cili ka mohu me krye madhësi, me lartmadhësi dhe krye nëqësi ajetet e Zotit, përfundoi tek dënimi i Allahut subhanahu wa taala. E ky grup i njerëzve, banorët e Arafit, punët e tyre kanë qenë njësoj. Aq sot mira, aq dhe të këqija. Kanë thënë komentatorët, do të peshohen punët aq holl, sa që ka me pas prej tyre që kanë me qenë në Araf, prej atyre të cilët e kanë kënaq njënin prind dhe e kanë hidhru prindin tjetër. Kanë thonë, kjo është prej atyre që do të jetë në Araf, do të jetë në këtë periudhë duke prit as në xhennet dhe as në xhehenem. I shikon banorët e xhennetit dhe dëshiron me hyrë në xhennet, i shikon banorët e zjarrit dhe lyp prej Allahut shpëtim dhe mbrojtje, dhe në fund Allahu azza wa jall me rahmetin e vet, me mëshirën e tij, wa inna rahmeti wasi'at kull shay, siç ka thënë subhanahu wa taala, rahmeti im ka përfshi çdo send. Allahu subhanahu wa taala edhe këta në fund, pasi të kaloj kjo kohë, do t'i fusë në xhenetet e tij. Pastaj vazhdon dialogu dhe banorët e zjarrit, thot Allahu subhanahu wa taala, dhe banorët e zjarrit do t'ju thërrasin banorëve të xhennetit. Na jepni pak ujë. Na jepni pak ujë ose diçka prej të cilave ju ka Allahu ju ka furnizuar në xhennet. Pasi përjetojnë dënimin e ashpër, zjarr nga lart dhe zjarr nga poshtë dhe zjarr nga të gjitha anët, i drejtohen banorëve të xhennetit. Atyne të cilëve në dynja i thoshin, ju jeni të humbur, ju jeni njerëz të këqij, ju po doni me na lënë mrapa, ju jeni të prapambetur, ju muslimanët jeni popull problematik. Kështu i thonin besimtarëve në këtë botë, ndërsa në botën tjetër, mendje mëdhajt, përgënjeshtruesit e pejgamberëve do t'i drejtohen besimtarëve duke thonë, na jepni qoftë edhe pak ujë, ose diçka prej të mirave që Allahu ju ka dhënë në xhennet. E besimtarët i përgjigjen me përgjigje të cilën Allahu ju ka treguar. Inna Allaha harramahuma 'alal kafirin. Allahu me të vërtetë i ka bën haram të mirat e xhennetit për ata të cilët e kanë mohu fenë e Zotit. Kush janë ata? Ata të cilët, thot Allahu subhanahu wa taala, ajeti 51 surës Araf, ata të cilët e morën fenë e tyne si lojë dhe arktim. Nuk e morën fenë seriozisht, por e shikonin fenë si diçka argëtuese, si diçka e pavlerë, dhe jeta e kësaj bote i mashtroi. Prandaj sot ne do t'i harrojmë ata, ashtu siç e harruan takimin me Allahun në këtë ditë, në ditën e ringjalljes, dhe ashtu siç i mohuan argumentet e Allahut subhanahu wa taala. Ne, thot Allahu subhanahu wa taala, ju asollëm një libër të cilin e sqaruam me plot dije, Kur'anin, në të cilin përmbahen dijet e Islamit, udhërrëfyes dhe mëshirë për një popull që beson. Këto ishin 12 ajete, ajeti prej 14 deri në 52 surës A'raf, ku Allahu subhanahu wa taala na i tregoi këto realitete dhe na i tregoi se ata të cilët kanë biseduar në dynjë dhe ndoshta janë tallë me besimtarët në dynjë, do të bisedojnë përsëri në ahiret, mirë po në kushte krejt të tjera. Besimtarët duke shiju të mirat e Allahut subhanahu wa taala e të tjerët duke u dënu. Në këtë ajete Allahu subhanahu wa taala na tregoi se në mes xhenemit dhe xhenetit do të ketë një vend i cili quhet El A'raf. Në këtë vend do të presin ata të cilët i kanë pas punë të mira, një lloj në peshë sikur punë të këqija, dhe siç thash komentatorët kanë treguar se prej tyre mund të jetë edhe dikush që ka kënaqur njërin prind dhe ka hidhur tjetrin. Prandaj ne si musliman nuk duhet ta nënvlerësojmë asnjë punë të mirë, sepse ti nuk e din se me cilën punë të mirë rëndohet peshoja jote.
Allahu subhanahu wa taala ka thënë, ata të cilët i rëndojnë peshojat e veprave të mira, ata do të jenë të shpëtuarit. Elusim Allahu subhanahu wa taala të na udhëzojnë ka ajo që ai e don dhe me cilën është i kënaqur, të na shpëtojë nga devijimi ne dhe të dashurit tanë musliman kudo qofshin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal ladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون